Pak ditë më parë prej Bashkisë së Vlorës u mor një vendim, i cili konsistonte në zhvendosjen e tregut të Gjë së Gjallë. Tregu ku ndër vite shiteshin shpend të ndryshëm, por edhe bagti. Në rrugën hyrëse të qytetit pranë zonës së Pusit të Mezinit, u vendos që të zhvendosej në drejtim të tregut të Gjë së Gjallë në zonën e ish ushqimores. Kjo për shkak se funksionimi i këtij tregu mes segmentit rrugor, automjeteve që qarkullonin me shpejtësi, përbënte një rrezik të shtuar për tregtarët e blerësit, por mbi të gjitha ndikonte negativisht në qarkullimin rrugor. Por pas zhvendosjes së këtij tregu, qytetarët e Vlorës po përballen tashmë me një problematik. Të gjithë ata të cilët duan të blejnë një kaposh apo puldeti për shpend të ndryshëm apo bagti dhe nuk e posedojnë një automjet, nuk kanë me se të shkojnë në tregun e Gjë së Gjallë. Kjo për shkak se në rrugën Ramizej Gjebrea, në zonën e ish ushqimores, linja e transportit urban e unazës së madhe të qytetit funksionon mes 1001 problematikash. Ekziston një linjë në qytet, ajo e unazës së madhe, e cila kalon në disa zona të Vlorës, një ndër to është edhe zona e ish ushqimores. Autobusi mund të kalojë në shumë zona të tjera të Vlorës, por tek ish ushqimorja vjen shumë rrallë. Për të pritur autobusin të kalojë nga ish ushqimorja për të shkuar për të blerë një pul apo gjeldeti nga qytetarët, duhet të presin minuta me radhë dhe sërish do e kenë të pamundur. Për shkak se autobusi vjen çdo një orë sipas itinerarit, por ky orar sigurisht nuk zbatohet. Autobusët e kësaj linje nuk kanë një orar të saktë për të qarkulluar në zonë, ku tek tregu i Gjë së Gjallë, në çdo lëvizje të tyre, ata janë në orare të ndryshme. Për më tepër, theksohet fakti se orari nuk zbatohet, ku autobusi vjen në zonë çdo 90 minuta, madje ka raste edhe 2 orë për të shkurtuar oraret e lëvizjes së unazës së madhe përgjatë ditës. Pra, ai rrit kohën e lëvizjes në unazën e madhe, duke i qarkulluar më pak gjatë ditës në këtë zonë. Qytetarët gjithashtu jashtë kamerave thonë se vendi i ri i tregut të Gjë së Gjallë është tepër larg për ta. Ata tregojnë se edhe kur arrin që të kapin autobusin, nuk i lejojnë, ndoshta dhe me të drejtë, të hipin në të, duke mbajtur në dorë një gjel apo puldeti, gjë e cila sigurisht ka ndikuar edhe te tregtarët, të cilët për shkak të kësaj do të fitojnë më pak. Qytetarët kërkojnë shtim të orareve të qarkullimit përgjatë rrugës Ramizej Gjebrea, por gjithashtu edhe respektim të kohës së përcaktuar të lëvizjes në këtë segment rrugor, në mënyrë që të vijnë në ndihmë lëvizjes së tyre, veçanërisht në këtë kohë të fundvitit.